merr një provat e nevojshme për të ndjerë jo vetëm të lehtësuar, po dhe krenar, për të ndjerë krenar, për se si institucionet tona e kanë përfaqësuar, qoftë në lidhje me interesimin për Stazanin, qoftë në lidhje me procesin e aplikimeve dhe të reagimeve zyrtare ndaj tyre për zhvillimin e Zvërnecit. E ja shikoni me sytë tuaj që nuk ka asnjë status investitori strategjik të dhënë për investimin më të madh privat në historinë e Shqipërisë. E ja shikoni duke dëgjuar me veshët tuaj, po dhe duke parë dokumentat, se si për Stazanin nuk ka asnjë marrëveshje ende sot që flasim, po ka vetëm një negociat që zgjat prej shumë kohësh tani më. Dhe pse zgjat? Zgjat pikërisht sepse ne nuk përfaqësojmë interesat e investitorëve, sado të fuqishëm dhe sado miq të mirë të Shqipërisë të jenë. Ne përfaqësojmë interesat e Republikës së Shqipërisë. Dhe në emër të atyre interesave, në tryezë, ne kemi bërë qartë dy gjëra themelore. Ishulli nuk shitet. Gjë që për hir të vërtetës as nuk e kanë kërkuar. Dhe ishulli nuk jepet me qera. Ishulli është dhe mbetet pronë e shtetit shqiptar. Ndërkohë që shteti kërkon të marrë pjesë si partner në investim dhe kërkon pjesë nga fitimi i investimit për popullin shqiptar. Nuk ka njeri me logjik që nuk e kupton se shitësat, se tradhtarët dhe se të pabesët nuk mbajnë pronën për shtetin dhe nuk kërkojnë fitime për shtetin. Se ata që mësuan Shqipërinë për 20 e kusur vite, që të rrinte si e kërrusur përpara të mëdhenjve të kësaj bote, nuk do ta kishin problem fare që t'i kishin bërë të gjitha këto për të cilat na akuzojnë ne dhe më akuzojnë mua. Por ne nuk jemi si ata. Unë nuk jam si askush prej tyre dhe si askush prej atyre të tjerëve që i dëgjojnë këto ditë me vëmendje të shtuar ato sirena. Këtë që bëjmë ne, edhe me atë grup aq fuqishëm investitorësh, e bëjnë vetëm përfaqësuesit e denj të një populli që i ka votuar për të kujdesur për interesat e Republikës dhe për interesat e tij. Ejani të ballafaqoheni me të gjitha kërkesat e lëna nga institucionet për të respektuar standardet mjedisore dhe biodiversitetin. Dhe po ejani të shikoni me sytë tuaj se si janë tërhequr vetë investitorët nga aplikimet, pikërisht sepse kërkesat tona kanë qenë rigoroze, institucionet tona kanë qenë këmbgulse dhe ajo që ne duam të bëjmë me atë investim nuk është një biznes i radhës në plazh në Bregdet.